Po faktorët që çojnë në osteoporozë, cilat janë? Osteoporoza është një sëmundje metabolike dhe është një sëmundje e cila lidhet drejt për së drejti me depozitimin e kalciumit në qelizat kockore. Biologjikisht ne jemi të projektuar për të bërë riprodhim të qelizave, për të bërë rigjenerim të qelizave tona, dhe që të ndodhë kjo gjë, duhet që të kemi sasinë e kalciumit dhe të vitaminës D në nivele të normës. Osteoporoza është një sëmundje e cila prek më shumë femrat, ka një raport 1 në 3 femra preket nga osteoporoza dhe 1 në 5 meshkuj preket nga osteoporoza. Vetë nga emri, osteoporoza është një sëmundje që e bën kockën poroze. Duke e bërë më poroze, e bën edhe më të thyeshme, edhe më fragile, edhe më të butë. Dhe themi që është një sëmundje metabolike, pasi kjo sëmundje shkaktohet në ato momente kur elementet e organizmit tonë, të cilët janë përgjithsisht strukturat hormonale tonat, elementet hormonale që ne prodhojnë, janë në disbalancë me krijimin e masës kockore. Dhe është një sëmundje e cila përgjithsisht ndodh tek femrat pas menopauzës, nuk përjashtohet mundësia që të jetë edhe tek femrat para menopauzës, pra gruaja mund të ketë një cikël normal dhe të ketë osteoporozë. Shkaktohet tek persona të cilët kanë një numër të madh lindjesh, një numër të madh abortesh, mbajnë dieta të pabalancuara, vuajnë nga sëmundje të cilat lidhen me traktin tretës, ku përthithja e kalciumit është e varfër, ose tek pacientët të cilët kanë sëmundje renale dhe nuk arrin të mbajnë kalciumin në sasi të duhur në organizëm. Pacientët diabetik gjithashtu varfërohen në kalcium, e varfërojnë edhe kockën dhe bëhet më osteoporotike. Pacientët të cilët për një kohë të gjatë marrin kortizonik ose trajtohen me kimioterapi. Sëmundjet e gjakut në të njëjtën kohë bëjnë varfërim të kalciumit, të vitaminës D, të elementeve kryesorë të cilët e mbushin masën kockore dhe përjedhoj favorizojnë osteoporozën. Tek gratë pas menopauzës, varfërimi i hormoneve femërore dhe tek meshkujt në fillimet e andropauzës, varfërimi i hormoneve mashkullore, bën që të dyja gjinit të jenë më të prirura për të bërë osteoporozë sesa në moshën para fillimit të menopauzës ose në moshën në periudhën para andropauzës tek meshkujt.